podcast është vetëm për të rritur. Për shembull, njeriu ka prirje për të bërë doktor. E Zotja ka shkruar aty që do të bëhet hidraulik. E ky i shketi tenton më u bë doktor, s'ka hidraulik. Kurse paguan Çeran? Paguan ai. Çeran do drita ujë. Asnjë. Edhe drita ujë paguan ai. Po buk në shtëpi tani shumicën e kohës. Ai. Pra, se më dhe parë është. Ore, në të ku që pagun ti. Për të gjithë të quesi tanë Por të astin kryon varësi Ty pëlqen vetja? Pëlqen vetja pyet Arbana Osmani era i strehë. Po nuk e dija mi thonë pëlqen, veç merrem aq shumë, domethënë kam 18 hapa të skincare routine. 18 hapa? Ka 18 hapa të skincare routine. 18, do të thosh 12, siç kemi të gjithë 12. Për disa sjell në veri të vjell e diarre Muzikën, mënyrën e të kënduarit, e të përcjellit të tingullit, njerëzit me zore presin nga unë. Dhe unë mundohem ta sjell. Po ti kujton kështu se mezi po presin nga ty ose nga unë. Askush s'pret asgjë. Kur del shoqër. Unë kam sa bukur. Kush pret me kjo është presin ata që paguajnë biletën për të parë. Po çfarë thumi zem. Një dëgjuesi podcastit tonë është kirurg dhe la operacione e zemrës përgjithësisht për të dëgjuar podcastin sapo doli. Ne nuk sugjerojmë askënd të rrezikoj kaq shumë në jetë, por në fundit kush jemi ne t'ju tregojmë çfarë të bëni. Ti je zoti vetes, dëgjoj podcastin. Kujdes, kjo krijon varësi Nëse qesh me zë në rrugë Një dy treni. Ka bane me burë të një. Burë me kostum, burë si ri drejt me mustak. Nisim të ditë mrekullueshme të podcastit. Alo, kam një pyetje. Kuku për mu. Po, Dritan Brama plako ka bler palkpuz të reja të kuqe, nëse ke vëre si Lego. Po, Lego po ma bërë dhe unboxi. Ka dhe ke vërë të qëtërë. Edhe me bëjmë unboxi. Po, kështë e bë unboxi. Shumë unboxi kështë e bë. Unboxi shumë kështë e bë. Pash. Po dhe kështë ekspozu që dalë aty nga që është dhe moshë e vjetë nuk ti ku dali, ku është vëndi me hitë që dalë aty ke kolonat. Po, aty, sa aty rinë ato kalamojtë. Po, aty rinë aty. Sa nga do burger kolona, po, patatet skuqme të kredi. Nise. Kredi. E nisim këtë podcast, këtë shumë pritur, me një audiencë të vogël tashmë, se siç e keni marrë vesh, ne kemi lëvizur në studiot tona të reja. Dhe unë tash me podcast me Luçfenin përballë kemi një 10-20 veta. Do të keni erdhë që të dëgjoj. Po, dhe këto kam paguar specifikisht, sepse pas saj do filloj një trajnim i mrekullueshëm që kemi bëjmë ne trajnim se si të bësh podcasteristi i nëndheshëm. Po, underground. Underground. Si ai tipi në Elbasan që kishte gërmuar të tunelet dhe kishte vjedh ato kockat apo? Po, si ai tipi në Elbasan jemi. Po, drejt. Ma janë shumë në Elbasan. Edhe ky ishte një nga më të zgjidhjet e Elbasanit, një ekselent. Elbasan bëhen ballokumet. Po, ja çfarë bën Elbasan? Student mjekësie me nota ekselente. Apo jo. Kam një plan fantastik, plan biznesi që të marrim gjithë metalurgjikun e Elbasanit, siç është si godim plako, e boshojmë, nuk bën më gjona metalurgjike. E marrim kamerë dhe shohim për shkak të dalin fantazma gjëra kështu po çetra është koka. E kthejmë në një food court. Aty tash japen gjithë ato biznese, njerëzit shkojnë aty plako çdo gjë si një fabrikë vjetër, si një fabrikë që vazhdon. Çe ta kthejmë në food court. Food court të keqe. Food court me lalo, ti ke. Food court mbyth më, a kupton po. Çfarë do të bëj? Aty të tjerë të janë biznese për të ngrënë, për të pi, ndoshta në dyqan, një gjë kështu, po interesant. Ti shkon atje? Si ka? Po nuk kursash i s'kam, po them, ti do më bë dhe kët. Ja thashë mendoj që janë aq primitiv. Nuk e di se si mendoj ti po. Ashtu mendoj unë. Ka. Elbasan mendoj që s'ka, sepse e di pse s'ka në Elbasan, nga që metalurgjiku është vetëm metalurgjik në Elbasan. Ku ka metalurgjik tjetër? Që pas kanë boksho sistemon. Po. Po ishte ai El Matador dhe ishte edhe Elbasan. Edhe Basani.
Po, Basani dhe si që kemi në tani. Basani dhe Matadori ishin shok. Edhe Po si unda. ¿Cómo estás? Y tan ato, y thaj, ¿cómo estás el Matador? Muy bien, que gracias, ¿no? Y tú, Muy bien, gracias. Tú, tu familia, tu padre, tu madre, todo bien en tu casa. ¿Cómo estás tú, señor El Basan? I se vetë qiro, se ishte qikira. Po, si se kishte vdek Basani, kishte qunë në gjajës. Mos ma kujto dhe. Mos ma kujto. Si është jeta. Si është jeta, nuk e di. Nëse doja me bëj lek në Elbasan, ti. Po, du me bëj biznes tash, food court, do ketë ushqim pa fund, si do jetë chili pita, do jetë pita, theksha piten, këto bizneset më që jetë. Qafsha piten, do kësha piten. Qafsha piten, pastaj është bananas, pili si pita, pili si pita. Kjo është greke. Së flaqe. Imaginó, bro. Você pode já. É outubro. Te pili si. Të marron do të fjallë, nuk e me veç për... Jem të ngri suflaqe, ku më? Ku tjetër plak? Ka lezet pili si pita. Ke më e mira, ke pili si pita. Nuk mundë me këtë, nuk mundë. E qajnë. Nese, më të mirë. Nese, sjellim një video të hoxhës podcastit. Nuk e mbaj mend realisht përse e kam bërë këtë video, po çfarë? A ka shkruar fatin Zotit që në momentin që lindim dhe përkundrejt çdo lloj përpjekje do të bëhet vetëm vullneti i tij? Apo? Pra Zoti pas ka shkruajt vullnetin tënd plago. Atë fatin tat. E don? Para se ti lindje. Po. Po që përpara. Po që përpara se ti të ngjizesh e para, thjesht ka thonë Luciferi thotë do bëj këtë do hapi podcast. Në ferr. E pashi. Gjë. Komplet çdo gjë. Ore çdo gjë. Çdo gjë. Sa është tipi të fati mirë, fati keq, pastaj jo. Detajet. Çdo gjë. Do e presi çik barku, do kujtoj se ishte thjesht i por, do dhjesin brek, do shkoj ndroj brek. Do 20 kg, do vi 30 kg. Shkoj tash. Kjo është si zumi, do shkoj 220 kg. E pasi do bi, do i gelen ato si variçe, çaj ato si qeroti, çaj quhen më se më vjen. Ato si strisha. Si panceroti. Pasi do hapi, do futet ke bigu të bëhet e laqe, aty do bëhet po çavur, do talli kargjit. Mi leti, ose ne do dali si dimtar. Do talli kargjit, mi leti. Pasi do hapi biznes proteinash. Po. Tani gjë. Fatin 2 herë për njeriu. E ka shkruar një herë para se me kriju qiellin dhe tokën 50.000 vjet. 50.000 vjet e para se bënte qiellin dhe tokën, pas ka bë fatin në çdo njeri. E gjithë secilit. Po. Si është puna? 50.000 vjet para. Po pse pikërisht jam kurioze, se nuk mund të them që s'është e vërtetë. Po të them pse pikërisht 50.000 vjet. Po sepse atëre do aty filloi atë. Aty mori penën. Duke qenë se Zoti plago e di të ardhmen, ç'a bën? E ka bë 50.000 se është numri rrumull. Ditë tashmë dhe të kalumen. Po, është dhe numri rrumulllakosa plago, është i lehtë. Ç'a do bëj 37.755 vjet para? Jo. Është vështirë. Jo. Po, 50.000 rrumullak. Okej. Ka bë. Ka bë apo s'ka bë? Na. 10.000 vjet para se me krijuar qiellin dhe tokën, Allahu ka shkruar fatin e njeriu. Dhe për herë dytë ka shkruar fatin e njeriu në barkun. Edhe për herë dytë në barkun e nënës. Do nuk e di pse duhet ta shkruaj 2 herë. Po një herë ka shkruar ti, po para se si rikomprimim. Do të thënë nëse shikon që e kam shkruar një herë edhe them që Jorgo do hapi atë suflaqen pili si pita. E them herën e dytë
Ata hapi Jorgo Suflaqja mos ta hapi. Jo, Ah, është da. ai ëngjëlli. Është ai ëngjëlli plaku që para se të dalësh në jetë, thot, më fali, ky Jorgo do hapi pidhe si pite, në? Edhe thot zoti, po, është në rregull, vazhdo me atë. Ai me pidhe si pite. Po je i sigurt për emrin pidhe si pite apo duhet të mund ta ndryshojmë? Po je sigur se do t'i bit fare puna që lidhet se po. Se kjo është ideja, për ne e ka për ta pa dhe tjetër se puna, domethënë fati dikujt ndikon edhe ke dikush tjetër. E ka thënë habe qiro. Habe më qiro se ajo ka çili pita. Po ai që ka çili mio. Jo, kush është ky zoti këtë kishte harruar? Është mio Kacamio gjitha pjatë Levio. Jo. Kush është ky? Kush është ky që ka çili mio? Çili mio, ta ky il mio. Pastaj il mio, cili mio. Il tuo. Il tuo, il mio. Il mio. Edhe ky tha mio. Është marka që do hapësh ai, do hapi marka mio. Po, me kështu hapet marka e re blaq. Ja, në gjitha po i zbërthejmë këtë podcast. Podcast i zbërthimeve. Zbërthime, po, ky është zbërthime. Zbërthime. Po, gjë. Nënës, po jo kur lind, kur është në muaj të 4, sa mbush foshnja në barun. Sa specifik janë të gjëra, 50.000 vjet para, do të muaj në 4. Muaj në 4. Të Ramazanit apo të Shtazanis? Apo Shtazaroni. Shtazaroni më plako. Shtazaroni e njëse plako. Mujt 4 ai vendos ose më sakri vendos fatin. Shumë bukur i shkruan. E vullos. Po aty thot ai nxirë çili. Po. Nxirë kët. Nëse e plako si ide, nëse gjë që do thotë hoxha do ishte vërtet. Kështu e mirëqen, e faktuar edhe. Po. Nuk është se kishte rëndësia bën sens apo s'bën sens apo jo. Si është shurë. Po nuk ka rëndësi më plak. Çfarë? Jo, kush jemi ne, se ka pasur në Rebeka në fund ditës që jemi. Njeri më plak normal. Njeri më plak, njeri direkt. Njeri. Në 4 muaj vjen një melek special që i fryn shpirtin. I fryn shpirtin. Si mund të thosh i fryn shpirtin? Me pipza. Ai me pipzin dorë me leku, edhe vjen blau gjen ty ku e ke brimën, edhe ta fryn shpirtin. Po, a shumë ta fry, po, më ta bëjmë melodi. Edhe u fryve? Fryja dhe i qik shpirtin e ti, fryja. Këtë nga Napoleoni më shumë. Edhe imagino si tallin karën ato me lekë dhe një tjetër. Fryja dhe i qik e ti brimën e shpirtit, fryja. Birrë. Fryja qik... Me që dhe lau ke birrë, ta pina njëva. Se kështu jenë të bla, oportunista. Ja t'ja fryj qik tit. Nese, me fryj ka shpirtin. Dhe i shkrum jetën, vdekjen, si do t'jetoj, ku do t'jetoj, qa do të bëj, edhe kur do të vdesi dhe qa do t'i ndodhi ati mas vdekjes. Të gjitha këto. Edhe që t'i ndodhi mas vdekjes, po i di ka gjë, si efekt surprise për zote, sa e mërzitshme vete. Po plako, që ku, apo s'lin fare pyetje. Lin pyetje mos të bëj. Jo, lin një pyetje për shembull, pse do të krijosh një person që e ka fatin e shkurt dhe do vrasë 17 veta, po themi. Po. Që ndodh, ose pse ky adoleshent do bullizohet edhe kur të bëhet 14 vjeç, do ekzekutoj 12 student bashkëmoshatar. Bashkëmoshatar e shokët e tij. Pse më ta krijosh këtë domethënë? Po se kjo nuk ndalohet sepse është fati i shkruar, çu do të them. Po, si ndalon ja. Se frikshëm, s'e ndalon. Gjë. Shruan barkun e nonës. Thot dhe përkundrejt çdo lloj përpjekje bëhet vullneti i Zotit. Ky është gabim. Në perceptim. Duke sikur njeriu ka dëshirë tjetër për shembull, me pas Zoti ja ka shkruar që kështu edhe ky, për shembull, njeriu ka prirje për të bërë doktor. E Zoti ja ka shkruar aty që do të bëhet hidraulik. E ky shkëti tenton më u bë doktor, s'ka hidraulik.
Bëngi mu bë Si më pëlqeu si krahasimi ishte shumë i gjetur. Nuk e di, shumë më bushi tash u bida, unë s'po kuptoj atë. S'po kuptoj. Ai që ke kapacitetin blaq se ka menduar se i lartë. Në vetë nuk është më as faj i personit në fjalë. Ma men atë qitin e nga kruja e Kurtani që kishte 11 fëmijë. S'ka lidhje fare ai bla. Po, as nuk mund të shkosh ta gjikosh i thosh. Po atë burrin tjetër. Ma men atë burrin tjetër që i tha gruaja, i tha hoxhës si burrin të nuk punon, edhe sa që e pyet pse s'punon tha kur ta ketë shkruajtur Allahu. Se ka shkruajtur nga Allahu. Wow, se ka shkruajtur burr. Se ka shkruajtur Allahu. Kjo është përgjigje perfekte la. Se prish shpejt e ka shkruajtur ai si. Po. Po them, ka të më bëj. Pse ecë me krajin jashtë mes bulevardit, se ka shkruajtur ai si. Se nuk ka. Po i lashi punë të tuaja. O plak, çdo gjë është shkruar, është edhe justifikueshme, se ti për shembull lind një ide idiote nesër, edhe thua që nuk është ide idiote e imja. Sepse është gjë e likuidume, u tonë përfunduar nga dikush tjetër. Kjo s'është idiote, me që s'e kam mendon son apo. Po s'është as idiote, atë kur ti idiote është justifikuar. Se unë se aty plakën po më fare ditën e gjykimit do dagu, ti e ke shkruar edhe. Po, ti e shkruaj atë. Kush e ka shkruar? Shkruaj aty. Kush e ka shkruar ai kështu. Ti për e ke shkruajtur burrë, e ke shkruajtur derën, ka thonë Hoxha, e tregon fotografin të videon Hoxha. Tregon videon. Ky kare sa ka marrë në qafë ky kare se ke derën. Avash se ka ndonjë edhe që Hoxha që plao që i ka mirë fare me thonë drejtë zoti për shembull thjesht i ka çi gabim ato shifrat. Nuk është 50.000 vjet, është 52.000 vjet. E kupton? Edhe ose për shembull, si sot ky 4 muaj para është thjesht 3 muaj para lindjes, no? Dhe përsi ky më ka thonë më kështu, ja ka gabimaj, pse se 3 muaj edhe 52 vjet. Aha, fakt. Ka gabimaj e plaka e Hoxha ka marrë më qafë shumë njerëse. Ai plaku ka qenë majme në të Hoxha, se majme kur jam kriju vetëm që një podcast i kam të shumë, kam kriju atë shumë, ala me djemë. Po, kam kriju atë shumë. Ke material gjithë kohë, se bu. Kam kriju atë shumë që do bëjnë të podcastin e të dy shumë, do vujnë shumë njetë, nuk të jenë kur të pasur, po do bëjnë këtë podcast. Edhe birën të aken kaqë, e të rëgon zoti shumë e gish plak, e të rëgon kështë si tip form bire, që si ka pacë. Po, dhe i frymë ke shpirti. Edhe do vdesim për qi pjedhi me pita. Edhe se ma mirë me në zoti. Qik pjedhi me pita. Qa është kjo ma? Qik pjedhi me pita. Jo, kuptova, po që ne gëjmë ka i shudishë. Pjedhi si pita. E kjo që situata aty. Pjedhi si pita, është se gjenardi aty se po i prejnë letra. Dikush po a falas. 200.000 ndjekësin e gjenardit të sulën. Ajde pjedhi si pita. Pjedhi si pita. Edhe ndërkohë, Sonida Lakoreqe, tërpë. Sa bukur, nëse. Edhe s'po më vesh për ku je. Ishte thjesht Gjenardi në dhëmë vetë edhe jo, më një Gjenardi në dhëmë vetë, shpitë vetë, edhe i thot pjedhi si pita. Edhe të regon Sonida. Sonida pjedhi si Sonida. Që thua? Pjedhi si pita Sonida. Për Nëse shpifër kësken. Për që se si Sonidën e futëm psikiatri, kurse këte e lanë jashtë, nërko ky ishte ai që filmoj motrën. Jo, unë kam folë, e kam taku Gjenardi disa herë plakë dhe më duk shumë në rregull nga të rregull. Shumë rregull. Sonida është ajo që do të ri larg këtij personi, kështu që e kanë shfëtu. E që shumë rregull. Shumë rregull. Ejse. Tashi, Dalina Buzi Plako kishte ftuar disa gra. Rita Petron, kishte ftuar Armina Mevlanin që ka qi atë Livjen, Mevlanin që ka qi Livjen. Mela, po. Po, kishte ftu, domethënë Armina Mevlanin. Jo Mela, tamam. Nëse, dhe kishte ftuar dhe Fatma Relën. Edhe po bënin muhabet Plako, po më është interesante. Dëgjoje. Për çfarë duhet paguaj burri në një lidhje flet Armina Mevlani? Çfarë mendon ti Plako
që duhet paguaj burri në një lidhje për shembull, në ditët e sotme? Çfarë mendon ti që është përgjegjësia e burrit në një marrëdhënie për të paguar? Ku të janë gjysmën të çdo gjëje që të ndajnë? Po gjysma është je gay burr, thonë ca goca. Këto janë goca progresiste, po disa goca të tjera thonë që gay jam, po pita e du, e u thonë. Që ti ndajmë gjonat. Po pra ti mendon që do ndaj gjysmë për gjysmë, është interesante. Po, gjysmë për gjysmë në teori gjithmonë, se pastaj që fiton më shumë plako. Po, do paguaj më shumë. Në rastin po shohim çfarë mendon Armina. Armina është një vajzë. Ti mendon që Armina është vajzë konservatore apo vajzë Jo, mendoj që është një nga më të pasurat. Jo pasur, konservatore në termin që do me mendime. Është që ke prapa mbetur shumë mendime? Me të vjetër apo me të renë? Si thu? Ermel Mamaj që kanë pasur nga gigant dhe ferma edhe shikoj për shembull ferma VIP edhe po, Ermalin po. Që është avangard. Nuk e di, jam kurioz plako si mendon Armina duke qenë se më vërtet është një nga fermat më të pasura në Shqipëri. Mashkulli do ta marrë përsipër të paktën të jetë provider, të paktën për disa gjëra kryesore, për shembull, për shtëpinë, okay, të lej një buxhet dhe thotë që ky është buxheti im. Pastaj se ti nga rruga jote ke dëshirë të bësh pazar apo të bësh diçka më shumë, është okay, vjen natyrale si gjë dhe të dy po jepni brenda në shtëpi diçka. Por për shembull për rastin e pushimeve, okay, ja vlen që mashkulli të jetë person. Ja vlen që mashkulli të jetë person që të paguaj. Ja vlen edhe për shtëpinë, ja vlen për shtëpi. Po, ja vlen edhe lidhje buxhet për shtëpi. Se përmeni fare që ai duhet paguaj edhe kredinë edhe që ose qira, që ajo ja vlen që ta paguaj, ja vlen, kur thotë ja vlen. Po ja vlen. Në këndvështrimi jot normal që ja vlen. Po ja vlen kur edhe të hapi rrugët e karrierës ja vlen, se do thotë për shembull që ka. Edhe në dyqan me ta hap ja vlen, besoj apo jo. Po ti krijoj të ardhmen fëmijëve, se kur e krijoj gruaja boll ka më. Po ai ka fëmijë, kështu që s'ka nevojë me bë fëmijë ndonjëherë. Po them nëse s'ka. Marrim rastin ekstrem që nuk ka. Po. Tani, domethënë po ti çfarë do bësh? Po pilla si pilla. Ta hapim atë subscription. Unë rregull jam. Pra ti e ktheve direkt, po ti çfarë do bësh? Shumë bukur, interesante. Nice, dëgjojmë një që ta mundsoj këtë gjë. Ti mund t'i bësh disa fundjava nëse dëshiron. Po normal, ose më tash po flasim ne, po flasim. Po unë mendoj që pushimet long term duhet të jenë pjesë që mashkulli duhet ta marrë përsipër, sepse një herë në vit bëhen, të duhen kuptoj, një herë vit bëhen pushimet dhe do bëj tamam. Kupton? Kurse gruaja bëhet për ditë. S'ke nevojë ta bësh tamam sigurisht kështu si, ëh? Po profe. Kuptoj çfarë bëhet. Kupton kjo, po normal që ka marr me gjëra sa leka. Normal që jap këtë mesazh. Jo, tani nuk kuptojnë që ekspozojnë pak jetën e tyre. Dhe ne sapo kuptuam për shkakun që në martesën e saj apo fejes është martuar, se di më, nuk ka rëndësi. Ai plako i boga të gjitha këto domun, ai siguron një pushim të mirë ose dy pushime të mira në vit. Siguron para në shtëpi dhe çdo gjë ekstra e paguon kjo me rrogën e saj madhështore. Kjo tregon që kjo nuk është asnjë femër e pasur plako, por thjesht fakti pse kjo mund të jetojë çik shtrenjtë është sepse tjetri paguon çdo gjë dhe të ngelen lek, pra ish lek sa bën. Kështu që doktori çfarë ti bësh? Po, s'ke çaj vën. Nëse, interesante se. Po interesante kur e ke bëthën më lë. Po si tha, më pëlqeu kur tha, ja vlen me paguajt ai. Po ja vlen por, po. Ja vlen shumë zot. Ja vlen por si tash do gati, çosh mjes do gati. Pastaj edhe ne surprizë ti bëj, ha. Po në do ja bëj patjetër. E surprizë këtu tipi të ngjesin krevat, minimumi. Po Dalina Buzi, çfarë mendon Dalina Buzi? Dalina s'paguan më kurr për këto gjëra, thotë. Kush janë këto gjëra, Gjençi? Të kam darë me mendjen time. Nëse unë do jem në lidhje tjetër, unë në restorante një nuk paguaj kurrë. Darka, pse? Ti, jo nuk e paguaj kurrë. Më. Ju ka të trauma. Okay. Pushimet kurrë. Pushime, çift, un kurrë. Tash më falni sekond, unë jam 48 vjeç. Partneri që do e gjej, unë do e gjej nga 42, 41 deri te 52 e kam në këto 10 vjeçar. Tash ai njeriu do ta paguaj pushimin sepse atë njeriu do gjej. Jam dakord me kam dar mendi që ke mundsi. Financash. Jo, e kam dar unë nuk paguaj pushime. Unë nuk hap më për të rezervuar për njerëz. Nuk lodhem fare me këtë pjesë.
Nëse ti të slodhe të rrim pa pushime, unë rregull jam te liçeni dalë mëngjes, zbathur, jam shumë e lumtur. Ose se kam pushime vetë. Jo, këtë e kam kështu kërkesë. Pushime, dhe nuk është çështja e lekëve, është çështja që organizimi. Organizim, po më pëlqen shumë të ketë shije, të thotë shikoj. e vëdon? Pra, po çfarë mendon për këtë shumë kohë? Jo, jam gati ta bëjmë këtë deal për shembull. Unë personalisht ta bëja deal me një femër nesër që do thotë që unë do të paguaj pushimet, e do të paguaj edhe restorantet. Po çdo gjë tjetër pastaj bie ta paguaj kjo. Kështu që nëse profet do më shkruaj një kontratë pra ti po thuaj paguash ti. Po, pra ti po thuaj që Dalina ka rënë dakord që do paguash çdo gjë vet përveç këtyre gjërave. Po, jo, unë kështu e perceptoj se s'bëlloj gjë që unë paguaj çdo gjë. Unë çdo gjë dhe Dalina merret me karrierën e vet edhe po dhe tash bëjmë pile si pita dhe bëj një kështu një kalkulim të vogël. Tashi, nëse burri që tha kjo Dalina deri diku ke 41 me 52. Normalisht është i burr plako që ka një karrierë apo jo, se nuk është se është 20 vjeç. Po edhe një lek më njan sa do të vogël e ka heq se kjo s'do marr një rrugë. Po edhe 2 fëmijë edhe një ish gru. Po, fëmijët i ka heq ai, po i ka heq gjitha. Tani ai realisht ka lek me pagu gjitha këto. Po pse do të paguaj ai gjithë këto plaku kur ai mund të shi 20 vjeçar? Po duhet të rri me Dalinën. Bravo. Të mendova që këtë ishte ndërhyrja ime direkt, më thoya, po ai mund të shi dëropilli nesër. Nuk mendova tek 20 vjeçar, me gjithë respektin që kem Dalinës, Dalina. Me gjithë respektin, më fal, po me gjithë respektin edhe për Arminën. Armina është thjesht çështje kohe për tu zëvendësuar. Sepse mosha kalon, ai po paguaj çdo gjë, i bie që ai nëse paguaj çdo gjë për Arminën, ai mund të paguaj çdo gjë edhe për një Arminë të dytë 20 vjeç. Që është pidi freskët, e kupton? Po, profe, po vjen atje dhe thotë, po vi nga shtetit të marrim një hotel, do kem bashk, jam 20 vjeç. Po zua si lloj përgjegjësie, e ti thua, tash do të çaj karen me këtë që thotë këtë të paguaj ti të paguaj, unë të paguaj ti të paguaj. Edhe ne unë shikoja me shumë fokusuar mas karrierës, lutem më kupto. Është pak shumë mos mirënjohse plaku kuptova për shkakun që unë kam darë mendjen, unë këto nuk i paguaj më. Dhe në atë moment pak a shumë e merr të mirëqen që është detyrë e partnerit tjetër për t'i paguar këto. Dhe tani ti çdo lloj gjë që ndodh duhet t'i paguaj vetëm ai duhet merret. Sikur ai s'ka si gjë në jetë. Do thënë vetëm ti e arrir, ai s'ka si gjë në jetë për të bë. E mendon shumë poshtë të tjerën, mase ai është një person që ka një karrierë shumë të madhe, ty ka më shumë lekë, ty ka një pozitë. Edhe as nuk pier fare se qeti të diçaren. Po them. Jo ti stili. Po s'do të jemi keq, po tani kjo është realiteti. Pse duhet të çik kartë, do të çaj kartë po. Un kam nëse kam i far leku. Po sigur ai plakon tjetër më vërtet i dashuruar me këtë personin edhe thotë që okay, siç ke ndati që unë do të paguaj faturat, unë kam dhënë kokën time që secili do të paguaj vetat. Atë shiko, është marrëdhënie toksike. Është marrëdhënie toksike nëse ai futet në këtë marrëdhënie dhe pranon gjithë kushtet e të dyja vajzave. Ti jeni një marrëdhënie toksike plako sepse tashmë ty të është ngritur një përgjegjësi, se nëse përgjegjësia e mashkullit është të paguaj çdo gjë, pushimet, paguaj lek për shtëpinë, paguaj qiran, është detyrim. Atëherë i bie që nëse ky nesër s'mundet t'i paguaj, ti duhet të ta lësh. Pra, apo jo, se duhet t'i paguaj pra. Është ja ke ngarkuar si përgjegjësi. Tani, çfarë përgjegjësie duhet ngarkoj ty? Se ti duhet të kesh një ngarkesë në një anë tjetër, apo jo? Çfarë përgjegjësi kanë këto? Harroni një barë ti. Po, nuk e di çka kujdesen, po do pëlqej më vërtet kujdesin për shtëpinë dhe për fëmijët, do thoshë, okay, hajde, është një deal i mirë. Po këto janë dhe karrieristë, kur duan vishen talent bëjnë, duan surprizë. Shiko, në rastin e Arminës, Armina ka një fat keq se burri i Arminës ka already 2 fëmijë plako, 3 fëmijë sa ka, doni ka mbyll me kalamojt ai. Edhe fakti pse Armina ndoshta s'bën fëmijë për momentin është dhe plus për atë se ai thotë deri unë do qikar tani e kupton kalamoj nga fillimi, jo pa gjumë, jo leshi, jo prejë, ai ka mbyll. Jo, unë them se Armina po provon, po seriozisht ne është shkruar. Po provon, po nuk e di pse mendoj që ai lutet thotë shas ngel. Nëse. Po ai Dalina po që ka mbyll. Janë sa pasanik profeti që nuk është rrugën fare se çfarë me fëmijët, e ke vënë re? Po. Nuk është se kanë problem, as do të arrisi vetë tipit, o bo një e rrit mazherdomi, po them, llavi i bi. E mban zherdomi. E mazherdomi. Kush tjetër mazherdomi? Nëse kemi i tjetër.
Jo, prit që dëshën me thëmë një. Më falë, vazhdo. Jo, e harrova të dhjeshëm, ka i... Nese, po më kujtu dhe të. Unë A, jepi. Gabim fatal. Dhe duke qenë se është dhe debati ditëve të fundit kush do paguaj pari, kush do paguaj dytë. Unë mendoj që kjo që thot Rita, kjo 50-50, në momentin që vjen organikisht ti nuk e planifikon. Pra ti nuk thua do dalim, se ti po e the, kjo i vrau të gjitha, do më thënë me ndjenjë, me sex appeal. Jo të bësh pazar, do ikim ne do bëjmë pazar. Sex appeal. Kush do paguaj? Po jo, unë e kam tani dhe ai mund të jetë në një moment të vetin jo të mirë, por jam unë. Po patjetër. Dhe në momentin që nuk jam unë, është ai, unë mendoj që kjo është 50-50, pra nuk është kjo raporti i ftoti 50 cent unë, 50 cent ti. Jo, ne të dy jemi Nëse, mirë kjo. Ja, kujtova pra, kujtova. Në këtë pikë tjetër që është Dalina, kupton që asnjëherë nuk do të shkosh me letër me lapse dhe të marrësh me qenë ato idealet e tua që kjo është kështu, burri duhet bëj kështu, këtë duhet bëj kështu. Ti kupton profe që çfarë si jeta duhet të vallëzosh me çfarë ka ardhur ty, kupton? Bravo, drejt. Po, sidomos në këtë pikë kupton që nuk mund thuash jo burri im do të jetë kështu. Erdhi burri, pëlqen sa aspekte do bësh sa kompromise. Nëse ai është burri jot, bravo, çdo marrëdhënie ka kompromise. Nëse ai është burri jot, tregon që ti atë e ke qef dhe do s'do, ai të ka glabëruar në një farë mënyre. Po pikërisht, po tani pikërisht atë do të thonë, shfaqet ai mashkulli që ti të pëlqen në 700 aspekte, por nuk paguan në restorante, ç'do bësh? Po. Dhe thua jo. O plagë, ta bësh fytyrën. Themi të sinqert, askush nuk do të donte një mashkull kaq lolo sa që ti thot ulesh tavolinë të thotë unë s'paguaj këto gjëra as restorante as si gjë, po deshe paguaj ti. Edhe unë do i thoj, okay. S'ka problem fare. Si dush ti vëzëm. Madje unë nuk do i paguaja, po kur të më shifte mu e dashura ime Dalina ose Armina, nëse do më shifte me një femër tjetër duke ngrënë, do thosh, po ti ç'tema atë se ti the s'paguaj, më ne s'kemi dalë pak, do thosh, paguaj ajo pra. Paguaj ajo. Po pra paguaj ajo. Ajo vdesën paguaj se kishte parim. Që sa karin, si thot ajo. Po e vërtet. E dëgjova edhe një shprehje që mos ul kur me një gjunjë, me kërcesi si ul me një këmbë që bën në një gjunjë që bëhet propozimi, që sa ajo nuk ulet në dy gjunjë. Po. Po rregullisht. Po drejt. Nëse tjetra Armina, çfarë s'do bënte share bam tani. Një femër si Armina Plako që burri i saj pagun çdo gjë. Çfarë mund të toleroj? Ta gjë. Ose të konfrontohem me Iko nuk arrit dot, sepse mendoj që jeta është shumë e shkurtër që ti ka që negativitet t'ia falësh një njeriu. Qoftë edhe sikur ti të duash të konfrontohesh me atë person ose ta kesh inat. Është shumë pse do të marrësh të gjithë të aura negative dhe ta fusësh, ta fokusosh te sherrri. Nuk e kuptoj dot unë edhe në lidhje sentimentale, o sherrri ti kam shumë bezdi. Çfarë do të gjë ndodhur në këtë rast tu? Nuk bëj sherr, hajde ulemi, më thuaj, çfarë shtyll ta bësh këtë gjë? Deri ku shkon kjo gjë? Sa bukur vështirë shumë kjo. Do thënë, në momentin që këtë e tradhtojnë, për shembull nëse shkëzem Berisha do të tradhtojnë. Ata pivi birë. Po kjo i thotë. Nuk kena pse zgjidhni. Tashi, po kjo është dhe normale që kjo do flasi kështu me Shkërzenin klas. Shkërzeni po pagun çdo gjë tani, kjo normalisht nuk do zgjidhet që përfundon në rrugës. Kjo do thotë, po ç'a patë zemra ime. Zemra ime se siguri ajo kurva ta ka hiq me. Po zemra, i herë që të sojer, kosi që kem nervo. Hajde ulemi. Shoh që ajo dalim darkë. Pas ka trullos ajo. Po, pas ka trullos fare, po ç'ke më? Po ç'a ke bu? U rritur për pjedh. Hajde ulemi ta bisedojmë. Po. Pastaj do me dal me qina i pyet, po dile në fund ditës se unë nuk është se po të kontrolloj telefonin gjona apo jo, vetëm paguaj këto gjona që kanë për telefonin. Më thuaj vërtetën, sa kanë për telefonin. Paguaj më për prandaj. E kupton pra kjo tregoj ta. Këtë ka barrën që merr kjo. Pra ai pagun këto gjëra, kjo bën i syqori veshur. Apo jo. Perfekt. Edhe nëse që do kishte një karrierë mirë fillt, edhe do merrte një 4.000, 5.000 në muaj. Po. Janë asgjë me atë që po jeton. Do të thjesht mendoja kështu se duket sikur unë mund të digja vetë, unë kisha fund ditës çfarë do bëj? Ja tradhtoj ai. Ja, apo jo, mbaroj. Po. Jo, po marrim me rastet e profetës që janë ca femra që mendojnë sigur 60.000 në vit, po ti bënte kjo. 60.000 në vit në Shqipëri, që më vërtet janë shumë për Shqipëri,
Po nuk janë asnjë gjë në krahasim me jetën që po jeton, se po ti tosh në një kështjell dagu të kesh, shtatë veta, kesh gjatë fuqi, s'është asnjë gjë me ato që po bën, kupton? Kështu që me ato dyrë që të hapen, ata është se kam bash. Nëse. Pra me pak fjalë, femrat që pranojnë që meshkujt paguajnë shumë gjëra, domosdo do jenë të qeta kur ai tradhon, apo jo? Besoj jo. Po ç'ke apo? Ka qenë vërtet më mbër vetë që e kapi burri gron me njërin në krevat. Kështu ka qenë. Edhe u bë gati mori pistoletën që çfarë burri ishte që me pistolet në shtëpi. Mori pistoletën dhe i drejtoi dashnorit edhe tha gruaja prit sa një sekondë. Ma me tha shtëpi në plazh. Po, ka bëu ky. Çfarë thotë? Ky e ka marr, po. Ma me tha atë shkollën e çunit në Amerikë, po. Ky e pagoi ky prava. Ma me atë, po, ky prave, po. Po muloi tha ky tha. Uftofi shkret qiva më. Po se ishte ke bro. Qyna të kohë. Qyna të kohë. Ka pas prej më. Qyna të kohë bro. Nëse dëgjojmë rastin tjetër, Perla që i dha Armina Dalinës pas divorcit. Pas ishte ndar Dalina, Armina i dha një perl. Kur thuhet divorcohet, për shumica njerëzve është kupton ka një ndash, po pse ç'a ndodhi kështu edhe kur me vetëm më thonë që asa më u bëj shumë ndava ose dia. Po. Armina di ç'a më tha, do ta them se shumë e lezetshme. Armina si thash që po divorcohet Armina. Për te kaluan 3, 2, 1 moj. Se s'më një vibrator. Ajo ndaj, kam lexuar ta për këtë vibrator, është shumë i mirë. Ta provoj të jetë. Kishte lexuar për një vibrator Armina plako, që ishte shumë i mirë. Mendoj që nuk duhet di shumë nga kjo bota e këtyre femrave plako që janë mbi 30. Por ne nuk e di pse burrat sa do biznesmena, sa do lekë kanë, shkojnë me 20 vjeçare edhe. Në botën e qarë nuk... Më falë se më zhduke. Ku hike, Lucifer? Më zhduke, Lucifer. Erdhe të që? Erdhe më zemra një erdhe. Po, që ke më zhduke dhe ti si femra 30 vjeç. Nuk e njojnë, meshku nuk e njojnë shumë mirë botën e femrës 30 se si, për është vërtet. është e frikshme. Bota e femra 30 se si, plak është e frikshme. Po, zë dhe madhë, për që edhe kjo besed, apo jo? Po. Shumë e bukur. Tashi, i ftuar në një studio tjetër, kemi, prit, se kisha ti tjetër në fakt. Interesante. Po, Dea Vjeri, plako. Dea Vjeri, mba më Dea Vjerin? Vajzë super progresiste. Ngocë e Bobo Vjerit. Bobo Vjerit, po. Gjithashtu, super progresiste, plako, shumë vajzë përparimtare. E hedhur. Eftuar, po. Dea për partnerin. Çfarë thot Dea për partnerin? Shpenzimet a i ndani? A i ndajmë në shpenzimet? Pra kjo është një femër progresiste si shtarësi, grupi që sapo foli. A i ndani shpenzimet? Më pëlqen se si vazhdojnë këto pyetjet bëhen femrave më progresiste që ekzistojnë gjë. Kush e paguan Qeran? Paguan ai. Qeran do drita ujë. Asnjë gjë. Edhe drita ujë paguan ai. Po buk në shtëpi tani shumicën e kohës. Ai. Pra, se më dhe parë është. Po pse Qerani paguan ai? Ore na thuaj çfarë paguan ti? Po, Qerani paguan ai. Jo, Qeran tha kjo e paguan ai. E paguan ti apo ai? Bukën e misrit e kam unë. Më falë të misrit apo the bukën e grurit? Bukën e grurit, se si dëgjova mirë. Jo, ti që i thu, të misrit, e pagun ai, po të grurit, ai. Ja, të grurit ai. Po misrat, ai, misrat gjithmonë ai. Po grurit. Qymyrin kemi zgar, jo s'kemi zgar. Ti nuk e di shumë si ne... Temi ta marrë një zgar, kote. Ti nuk e di shumë si ne grurave, edhe ti thua, po gratë kush i pagun? Si gratë? Ai, nuk e di që athe, po ai pagun dhe gratë. Se gjitha i pagun ai, po gjitha ai. Po pak fjallë plako, i dashur Dea Vjeri i pagun gjitha. Dea Vjeri nuk pagun asnjë gjë plako. Dhe shiko si ishma në dalë, sa i të lumë të shia. Perfekcion. Nëjherë, nuk ka asnjë gjë të keqe, të pagush gjithë.
Nuk ka gjë fare të keqe plako. Problemi është lufta që po bëj, që mos t'i paguante burri. Ore, edhe kjo është një gjë. Po marr për vete, mendoj që s'ka gjë të keqe plako, luftosh në jetë. Edhe të gjesh një pasanik, po them, se tash s'ka gjë të keqe. S'ka gjë të keqe. Jetë pasanik thua i pagun gjithaj. Po pse duhet dalësh në televizion ose dalësh në intervistë? Edhe mos jetosh fare realitetin tua që kjo duhet të jetë linja për të ndjek. Tipit, shiko se tani mund të japi mesazhe që ai do të paguajë të gjitha, se tash ai burr, ai do të bëj këtë, ai është. Jo, më fare, kjo është fati im, dhe është fati jote, po na çaj kare, e kupton? Aq. Por secili duhet punoj, secili duhet të ketë pavarësinë e vet financiare. Jo, më fare. E drejt. Ai është fati jote, Allah, çaj kare. Në falë për këtë. Nuk di çfarë të them, po ishte shumë interesante sepse pretendoja përgjigje të tjera, të paktën për t'i qëndruar besnike ndaj atyre që kanë thënë. Unë si jam kundra fare faktit pse pagun burri apo pse pagun gruaja, sepse unë nuk mendoj që është një rol specifik i një seksi apo tjetrit, apo i një partneri. Unë mendoj që kur je në një çift, funksionon si një familje, sidomos nëse shef një të ardhme. Për shembull, vetmja herë ku unë plako nuk do ishe në qeft paguja gjithçka, është kur për shembull nëse do ishe 25-26 plako je duke bashkëtuar me i gocë, po nuk e di ç'a gocë është aty për lekët e tua, nëse ti bën lek mirë. E ti ç'a bën plako, mundohesh ti ndash gjëra gjys për gjys, si shohësh që ki interesi, mendoj, ose kam bua asnjëherë, po them, ndoshta do ishte një gjasme, kjo është metoda ime për të parë, nëse është kjo e dur apo është thjesht vetëm për lekët, e kupton apo diun. Edhe nga ana tjetër ajo mund të bëjë një gjë, thotë, se unë duhet të riun tani të ndihmoj këtë tipin për shembull, dashurin tim për momentin ku nuk shoh të ardhur me këtë financiarisht apo jo. Jo, drejt. Po tash kur janë gocat të reja, për shembull, janë me ëndra të mëdha si bëhen modele në të ardhmen e ti, je 40 vjeç, ajo është 20. Normalisht që do paguash ti për vetë, se tani ku i ka bërë lekët ata. Do ta marrësh ti. Po ti aty e merr parasysh, po pastaj ti do të çosh ke panorama ndaj. Do hani. Ai prandaj shkon me ty. Ai prandaj shkon me ty sepse ti nuk e ke problem paguash të gjëra dhe s'do ja kujtosh. Se një mashkull tjetër për shembull, ndahet pastaj thotë më jep çika ato lekët që të kam dhënë. Po edhe s'është mendon ai gjë serioze fare, se është 20 vjeç, për çfarë më bëti më bosh. Fundi. Ku do të ta hash apo jo? Do ta hash. Do ta hash edhe karin do ta hash. Pse? Vazhdo. Çfarë mendon për atë që ndodhi ke sperma VIP ku Arbana bëri këtë deklaratë? Çfarë po ta shpjegoj? Me thënë drejtën ke marr pak si pushka Jevgut, ndërkohë që prit se jemi akoma në fillim, nuk kemi Nuk e di, po fitoj pak respektin tim. Nga që këtë Jevgjit nuk është se para përmend në plak, përmend ai komenteti rom që as vetë po të pyesësh Jevgjit në rrugë çfarë mendimi ke për komunitetin rom, ato do të të japin përgjigje idiote fare, se si din fare që janë për. Do thonë perandoria romake ka qenë një nga më të suksesshme. Po, Jul Cezari më i miri. Respekt Jul Cezari, më thon. Jo, Ngul Cezari. Ngul Cezari më i miri. Ngul Cezari më i miri. Kemi kështu me okay, me atë me gishtin e madhe, domethënë do ta vrasin, do ta vrasin atë. Gishti poshtë i ku për lashkari. Fitoj respektin për se nuk marrin meritat që duhet marrin Jevgjit. Po. E di që më pëlqen tjetër ke sperma, kur u lidh ai burri të dy setat që ka fëmijë me atë gocën. Po. Atë gocën që ishte e lidhur me jashtë. Që ishte feju me jashtë dhe duke u përqafur kështu i tha kjo që se di tha se kam edhe atë situatën jashtë. Edhe në kapi e qeshën plakës se situata jashtë ishte i fejumi, kupton? Po ishte shumë e bukur ajo plak, më pëlqeu tash pse mos e përdor unë në të ardhmen, nesër për shembull, njoft dikë se kam atë situatën jashtë gruan me 2 fëmijë. Po pra, kam atë. Shumë e bukur. Nuk e di. Jo, ti nuk e di do të pranoj familja ime. Po, dhe kjo është drejt. Po, thotë pse mos pranoj familja jote që ka parë gjykues familja jote për mua? Është që gruaja do të më shumë se kalamori duket se qeni më shumë se zezek. Shkon më herë sa dera më shumë. Jo, havedera. Thotë e pret qeni vje gruaja. Edhe ti që ke bërë gjithë më plakë që të prijosh një kështu si laun që ty. Edhe unë prisja qenin. Edhe gruaja kështu seriozisht e keti qenin, edhe burrin më bon, po edhe më trajton mua si qen. Më trajton si qen. Turp nuk e. Çfarë pas ke qen? Nëse jemi tek
era i strefi plago e ftuar diku, ç'a thot? Ty të pëlqen vetja? Pëlqen vetja pyet Arbana Osmani era i strefi. Po nuk e dija mi thonë pëlqen, veç merrem aq shumë, domethënë kam 18 hapa skincare routine. 18 hapa? Ka 18 hapa të skincare routine. 18, do thosh si 12, siç kemi gjithë 12. Po, është momenti është partneri duke prit. Kjo ka 6 më shumë se ç'mund. Ka 6 më shumë se ç'kam unë, bla. 18. Po, është kur mashin portat atëherë për shembull që bëjë 11 hapa që të bësh të godjon porta. Po, kjo ka 18. Kjo ka 18 po. Ka 7 mbi. Megjithëse, se për shembull, edhe un kam 12 hapa, është vërtet. Po un plako te hapat e mia është e para herë ulja dorezës, shtyrja derës janë 2 hapa këtu. Po, myllet dera për shembull çek më. Futem rend 3 hapa. Mbyll derën mrapa 4 hapa. 4 hapa, kontrollohet që gjithë kaloriferat janë fik 5 hapa. Kontrollohet që gjithë dritat janë fik 6 hapa. Hapa do lapa. Kush është shërë mbrapa? Mos lëvizje sahat. Edhe pasaj lej dhëmbët, kot. Lej dhëmbët shurra para gjumit. 8. Gati. Po, pasaj me 3 hapë, që shkon 9, se kërën vreshin 9, për themi që ta qenë tamam të 12 që theti, pasaj me 3 hapë shkron. Tamam, 6 hapa është krevati nga banjë, se kam do banjë. 3 hapë si basketbolli si lala, një të edhe si në peshin. Imagino, Tiago, po kjo Tiago ka 18 se do ta ketë banjën, si që kanë shtëpitë e vjetër shqiptare, kanë ke dera, sa hynë. Sa të shkoj ke dhoma vetë, aja me plejt gjumlar, lanë dhomët, sa të shkoj ke dhoma vetë, duhet 18 hapa. Avli. Avli, po. Kanë ke avlia, po. Masa, edhe. Po, e që më bënë që di, është që gjithë të hapa që në këtë femra të shketa dhe prap lëkurë e rinë kështu si cop. Unë s'kam, në të hapet e mi s'ka lidhe fara me lëkurën dhe prap mbanë, Po, mbanë, në klak si zdo mbaja jo, ti e di si është ajo. Ashtë, nese, që di. E shkruajtën dhe kja shkruajtën. Nese, kema hapa? Po, të gjemi që thot? Nese. Ka që ishte kjo, tani kemi një tjetër. Kjo ishte e fort fare, moza që ju këthy Soni Malet, kjo ishte per dhe të dhe kjo. Po, hajde një. Arti njerëzit, do me thënë arti, muzikën, se s'ka them artën, muzikën, mënyrën e të kënduarit, e të përcjellit të tingullit, njerëzit me zore presin nga unë. Dhe unë mundohem ta sjell. Po ti kujton kështu se mezi po presin nga ty. Ose nga unë. Askush s'pret asgjë. Kur del shoqër. Unë kam sa bukur. Kush pret me kjo është presin ata që paguajnë biletën për të parë. Po ça thu me zemë. I futi Soni Malet i shpull realiteti plago që nuk ishte shumë nevojë Soni ta dëgjonte. Soni dhe shumë të tjerë. Jo vetëm Soni, çdo artist plago që deliroi, rrezikisht që mendon se Po plago, dikush ishte pjesa që më bëri përshtypje me Soni Malaj, që Soni Malaj që me zi presin njerëzit që kjo të ndjerë këngë, ta shqip shumë janë ndjekësit e saj që po presin të para ekranit, isha dhe ndjerë këtë vit, Po. Unë i pari, po. Shumë vërtet. Edhe i thanë, me çini jeton ti, i thanë, ti e di pse kush është situata e Soni Malet që është divorcuar me Mirkon, ka një vajzë me atë spanjollin apo jo? Mirko Mihajlović, spanjollin. Nuk është spanjoll ai. Nëse, po, spanjoll. Po, jetojnë në Itali, plago, dhe kjo tha, unë jetoj, tha, të thënë, e bëri të duket sikur ishte zgjedhja e kësaj, plago, se kjo kishte vendosur këtë situatë dhe është shumë normale. Jetoj ta ke shtëpia e burrit, se burri ka shtëpi të madhe, tha, edhe unë jetoj aty, tha, me fëmijën tim, edhe ai jeton aty, po thjesht takohemi shpesh normalisht, se jetojmë në shtëpi, po. A kuptoj? Po për ne dhe ndalinët që nuk mund të bish edhe me leda laps to që unë s'pranoj këtë. Ja pra jeta të cilë plako që burri ka një shtëpi aq të madhe që nuk del dot shtëpi barikaren vetë vogël. Për shembull ti mendon që kjo është zgjedhje, domethënë kjo për shembull bën 10.000 euro vet muaj edhe rri aty, se ti për shembull po të kesh lek plako të kesh ti je pavarur si femër, nuk është se do rish me burrin tënd, diku vizion. Eksi plako është vjen njeriu i fundit që do duhet kishte njëtën tënde ndërkohë që po mundohesh të vazhdosh apo. E drejt. Shumë e drejtë.
Por varet se si e nda, për shembull, nëse shoh që e ke lënë ti dhe thu po jetoj te ke shtëpia këtij që kam lënë. Okej. Po jetoj edhe me gjithë gjërat e mia që ka pas. Okej. Nuk e di çfarë dilli mund të bësh fëmijët në profetë. Po prapë se përdesa ai pagun plako. Përdesa ai pagun shpinën e gjona plako, i bie që ai ka çik zë më shumë se ç'duhet, se po i thotë love total zbatorse. Disi janë spanjollët, Si ai çdo natë. Si senjor. Entiendo. Po çdo natë ai bënte serenat, edhe pse ishin sa janë 6 vjet apo 8 vjet në ndar. Çdo natë. Po. Çdo natë. Do të thonë është si tip ninulle personi. Se nuk e të gjumë në njerë se Por eso vida mia te Nesa. Como sia Qa këngësh profeti. Nesa. Përqeo sepse në të njëjtën situatë kjo zije me Jonida Maliqi, që Jonida Maliqi gjithashtu është e divorcuar dhe merr para nga ish-burri i saj. Mamen që u bë atëherë një skandal, që jo ti s'më jep lekët, jo unë t'jap lekët e jep 2000 euro i muaj plak. Po, donte më shumë kjo. Po nuk e di sa ndodhi kjo, por nuk ka rëndësi. Pa ato çizme të tjera i bëshin 4000 që i balçizme aty te ferma. Si ishte që këto janë kaq të suksesshme si femra, që unë nuk e di me çfarë merren jetën e tyre për të prodhuar lekë. Nuk e di realisht me çfarë merren, përveç se bëjnë këngët e tyre që nuk e di sa lekë bëjnë me këto këngë. Po çfarë profesionesh kanë plagë dhe sa para nxjerrin që kanë këtë lifestyle-in që mendojnë që ose ku dijon. Po nuk mendoj profeti kur gjithë artistët që arrin atë pikën e karrierës, që vjen fundi, e vetëm gjë që mund të bëjnë është gjejnë një burr me vërtet me lekë, që i ka dhënë rrugë për. Ja për këtë jap dorën unë. Jap dorën Jonidës. Jo, e kam fjalë është ajo karta e hasi që kemi në mendje, thotë po luaj kartën e kam qenë VIP 20 vjet dhe kam pas këtë karrierë dhe po e luaj si fundi se karrierë kam pas, po s'kam lekë. Po. Sa artistë është allergjia duke ferma plak. Po se i gjesh aqirin që me zi për ati nga shtëpia. Po të një reality tjetër, vërtet. Po. Se di, shumë gjëra për të folë. Po, se di. Jo, kisha një shprehje, ta mbyllim po. Ta mbyllim një shprehje të Schopenhauerit plak, që thotë se i bësi Ledioni dhe ti. Po. A good man thought is just a man who never encountered the specific circumstances required to become otherwise. Pra, një mashkull, një burr i mirë, është një burr që kur nuk është përballur, domethënë, me kushtet ideale specifike, kushtet ideale, domethënë, që duhen që ti të mos jesh më njeri i mirë. Mendo këtë gjë plak, se unë për shembull, të them të drejtën, kur dëgjoj ca njerëz që flasin me superlativa të tipit, unë stradhtoj kurrë. Unë si afusa si herë shoku. Sa të vija jo që leta 20 vjeç. Po, edhe të trokasin deret thotë që ti je më i mirë që ke provuar një time. Bravo. Edhe unë këtë që ti thjesht nuk je akoma nuk je sfiduar mjaftueshëm. Nuk je sfiduar. E sprovuar akoma që të arrish në atë pikë. Po nëse ti se do thotë dikush që jo unë jam sprovuar, po kurse kam bërë, atëherë nuk je sprovuar mjaftueshëm. Kjo është fjala, mjaftueshëm. Po. Kur mos thuaj kur. Kjo lidhet me këtë dhe pastaj kemi poli edhe herë tjetër që çdo person do ishte një brasës në një situatë ekstreme, është një gjë. Mendo për shembull plago ti dikush që po të lëndon për shembull fëmijën tënd. Vetëm mendoj plago. Pikërisht, Imagjinon të thonë? Po normal që të bësh gorill. Edhe ti nuk e di se çfarë mund të bësh në momentin. Gorilla zez, Gorilla zez. Po e zez me z, lutem. Mund të bësh. Zak. Nëse nuk e di, sido që të jetë, faleminderit që dëgjoni podcastin Alo kam një pyetje. Nëse keni vënë re, në story kam nxjerr 1-2 ora me logon e Alo kam një pyetje, si pasojë. Janë ora automatike, por në një moment të dytë do ju flas çiko shumë të treguar se kush është, se si mund të bëni tuaj një nga këto ora, por në të njëjtën kohë të dëgjoni edhe podcastin për një vit. Po deri atëherë, faleminderit që mbështesni podcastin Alo kam një pyetje me orë në dorë. Na dëgjoni dhe shpërndani ke miqtë tuaj dhe mos harroni që na mbështesni në Patreon sepse vetëm aty ka rëndësi çdo gjë dhe vetëm ajo mundson vazhdimin e këtij podcasti të mrekullueshëm Underground. Puç kolo puç, ikim faleminderit që fërshë. Ika tifosi Sofllaqe. Ik, hajde. Hajde, çili ku do shkosh ke pidh shipita? Ku je? Ka do jesh? Pidh shipita jam. Pidh shipita. Pidh shipita. Erdha edhe ke pidhe si pita, më bëjë 2 pidhe si pita mu, kurse vetë... Pidhe si pita. Kurse vetë bëjë karë bëjët.
Çfarë thëmë? Hot dog, një hot dog. Po, kur je u ritër edhe atë e mba. Qa nuk ha. Hajde, qa.